Armando Broja duket se ka hedhur pas krave momentin e vështirë dhe po kthehet në formën e tij më të mirë. Në miqësoren ndaj Jordanisë, sulmuesi i kombëtares gjeti rrugën e rjetës, pas një periudhe të gjatë pa shënuar. Përveç golit, ai ishte vendimtare edhe me një asist për Nedim Bajramin, duke treguar dinamizëm dhe lëvizje të shpejta në krah. Performanca e tij ka sjellë optimizëm përpara ndeshjeve të ardhshme të Shqipërisë. Nga Anglia vjen gjithashtu një lajm pozitiv për Brojën, pasi sulmuesi i Burnley, Foster, është dëmtuar dhe ka lënë grumbullimin e kombëtares. Si pasojë, Broja pritet të marrë një vend titullari në ndeshjen e ardhshme kundër Leeds. Ky mund të jetë një moment kyç për të rikthyer formën e dikurshme në Premier League.